Një lajm shumë i mirë sot për zonën e Librashtit që sapo është njoftuar nga drejtuesi i ARSH-s, zoti Ami Kozeli, i cili ka njoftuar që pas gjithë diskutimeve dhe studimeve të nevojshme të kryera për zonën e Librashtit, do të kemi tashmë një tunel në zonën e Hotolishtit, duke bërë të mundur që fshati të mos ndahet dhe që të respektohet edhe kërkesa e vazhdueshme e qytetarëve. Dhe lajmi i dytë, një lajm gjithashtu shumë i mirë, lidhet me urën e Mirakës, një kërkesë që i kemi bërë për rikonstruksionin e kësaj ure, e cila tashmë është pjesë e programit të institucionit dhe do të ndiqet me prioritet për të pasur një rikonstruktim të plot të urës që do të lehtësojë sigurisht kalimin, qarkullimin dhe nevojat e banorëve të zonës së polisit. Pra dy lajme të mira për Librashtin sot, qoftë për pjesën e Hotolishtit, qoftë për pjesën e polisit. Një falënderim shumë përzemërt për ekipin e ARSH-s që na kanë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme me kërkesat që qytetarët kanë pasur, duke i realizuar ato dhe duke ju përshtatur edhe nevojave të këtij komuniteti. Faleminderit sërish nga zemra, uroj që të kemi bashkëpunime të tjera po kaq të frytshme për sa i përket nevojave të banorëve të zonës tonë.